Rasulullah alayhi salam në herë ju ka të regu muslimanve për një njeri në gjenne, që ka me lyp kë njeri në gjenne. Kë njeri në gjenne, të i pas këtë mirat e gjenetit, ka me thanë Allahu të azugjel, po du me mjell në qka. Një farë, po du me mjell dhe ne. I ka thanë Allahu azugjel, a nuk, po të mjaftën kjo qka jenë ta, këtë mirat i ki, ka thënë po du me mjell. E ja ka leju Allahu azugjel me mjell. Thot Muhamedi a.s. e kalshu farën. Kur e kalshu farën, sa i qeli më shqet syt, o është rrit edhe ka bo frytat edhe jo nuk frytat. Lere ma që u rrit, po u rrit sa një kodër, ka thonë Muhamedi a.s. Që shpejt, sa i qeli më shqet syt, u nuk. E gachme për më hangër, e njani për atyne që o kanë prezent, o kanë prej banorve të fshatrave, në shkretira njëna. Ka thonë ja Rasulullah që kë ja është prej banorve të Medines, ja është prej Kurejshve, se këta mirën me ara, na atjen, nuk kene ara. E tëni, ka bësjesh Rasulullah a.s. se për traditës të Rasulit a.s. më kanë bësjeshja, nuk u kanë kjo keshja jonë që edhin që keshë me në ashtrimit të keshë, kjo nuk u kanë e njohën e të Rasulit a.s. Të Rasulullah a.s. më kanë bësjeshja traditët tina a.s. A që ka përdu më thanë musliman, gjenetet e Allahu të azugjel, tjep Allahu azugjel, qka të dushti, edhe në qovë se dënë me lyp me mjell, ta mundëson Allahu azugjel. Tëne Allahu azugjel i ka thonë këti, i cili ka lyp me mjell në gjenne, i ka thonë, qo bira dimi, se ty së njën ko gjafi, e lusëm Allahu azugjel në bopë i banove gjenetet.